Një grua, vajza e saj 9 muajshe dhe një tjetër fëmijë vetëm 18 muajsh, humbën jetën në një aksident të rënd në aksin Gjirokastër te Pelen. Mjeti tip furgon, në të cilin udhtonin anëtarë të një familje, po ktheheshin nga Saranda ku në fshatin mashkullor janë përplasur me një veturë me targa zviceriane, ku udhtonte një familje kosovare. Si pasojë goditjes kanë humbur jetën në vendngjarje. Nën e bi Albana Hasani, vajza e saj 9 muajshe me iniciale DD, si edhe djali 1 vjeç e gjysmë nga Kosova me iniciale LL, i cili ndodhi në mjetin me targa zviceriane. Të 3 viktimat kanë mërritur të pajet në spitalin rajonal të Gjirokastrës, ndërkohë që të plagosurit pas trajtimit të shpejt mjekësor u dërguan drejt Tiranës. 3 prej tyre në gjendje më të rëndë u nisën me helikopter. Të afërm të Albana Hasanit, punonjëse në policinë e shtetit, ndonë se u njoftuan për humbjen e nënës së 3 fëmijëve me gradën komisare, ndodheshin në spitalin e traumës për të pritur anëtarë të tjerë të familjes të prekur nga aksidenti. Mjekët në spitalin e traumës shpjegojnë gjendjen e 3 prej të aksidentuarve më rënd, Lomra Hasani, Enet Gjyli dhe Irfan Hasani, ndërsa me fraktura por jashtë rrezikut për jetën, janë Hasan Dedja, Genci Sherifi, Kejdi Gjyli, Entel Gjyli dhe Pajtesa Hasani. 2 janë në gjendje tepër të rëndë, i kemi ekzaminuar, kanë ardhur të intubuar të 2 rastet, në gjendje shumë të rëndë në reanimacion, 2 janë fëmijë, një është i moshës 4-5 vjeç, tjetri është 10-11 vjeç. Rasti tjetër është i pa identifikuar akoma, është në gjendje të rëndë në reanimacion. 3 të parë ju thash janë të intubuar në gjendje kome. Fëmija është duket më rënd, po kanë dhe fraktura, por ajo që është më rënd është pjesa e kokës. Kush është më rënd? Duket që është fëmija dhe buri, po, dhe buri që është diku te 46 vjeç, po pa emër. Sigurisht që të 3 vazhdojnë të ekzaminohen dhe ne i kemi në trajtim. Dhe fëmija tjetër që është disi më mirë dhe ai ka gjak në bark, aktualisht kemi konstatuar një dëmtim të shprehjes që ta shikojmë, do ta ndjekim dinamik. Kanë në përgjithësi kanë fraktura, domethënë të ekstremiteteve, jo se duket ndonjëherë që mund të jetë në gjendje të rëndë. Janë të afërm doktor këto? Po kanë lidhje me njëri tjetrin. Nga burime zyrtare në policinë e Gjirokastrës mësohet se viktima Albana Hasani udhtonte me furgon së bashku me bashortin Hasan Dedja, drejtuesi i furgonit. Kur papritur mjeti me targa të huaja tip Nissan ka humbur kontrollin dhe ka hyrë në korsin ku udhtonte furgoni. Përplasja ka qenë fatale.